Diskutimi i fundit se Blendi ka nisë me deviju pak. Jo, me deviju ti. E shumë e anësi është me pa këta, bravo. Deri me atë që çfarë ka ndodhur me 15 nëntor. Gjithçka mund të ndryshojë në raundin e fundit të këtyre kualifikimeve që i bie me ndeshje që do zhvillohen nesër dhe pastaj raundi i fundit që zhvillohet në mesjavë. Deri më tani i kemi këta kundërshtar. Më kujtu kjo Skotlanda në Skocia, Slovakia, Republika Çeke dhe Shqipëria. Walesi është gjithashtu në lojë e që mundet nëse në poshtë në duel direkt, nëse zgaboj Walesi do të luaj me Maqedoni. Nëse në poshtë në duel direkt me Maqedonin, atëherë Walesi del në vazën e dytë, bjerë Shqipëria, Shqipëria del në vazën e tretë, edhe venin e Walesit përmes rrugës Ligës Kombeve e merr Maqedonia e Veriut. Edhe Walesi, edhe Maqedonia e Veriut, të dy janë të konfirmuara në play-off, por nuk dihet në cilën vazë do të jenë, varësisht nga rezultati direkt mes këtyre dyave. Skocia nuk ka përfundu alo ciklin, e ka dhe një ndeshje me Danimarkën. Këto momente Mema I confirmed ke kjo. Okej, që ta shpizojmë që jenë këta. Cili kundërshtar? Kishin do ta fajditi për Kosovë. Mendoj që Slovakia, për mu. Slovakia. Për mu. Memaj? Edhe për mu Slovakia. Dragusha? Jo, Slovakia është të tregu performansë shumë mirë, vend dytë është atje. Po këtë vend e dytë e gjithë. Po veçretën se kia. Po është vërtet veç këshire të rekonstruar. Unë mendoj që Çekia kish me qenë pak më e lehtë. Edhe jam për Çekin. Zgjidhe Çekin me ekipet juaj shumë. Jo, ma konfirmoj. Mashtaki Çekia ma konfirmoj që Slovakia u kundërshtori. Unë jam me Skocisë dhe Çekisë, do doja të shihja edhe ndeshjet e fundit, edhe për të vendosur, mirë po Slovakia dhe mendoj që është okej. Nuk besoj që do doja të atakojë. Do të mi zgjedh pak edhe kundërshtar që na motivojnë. Jo, edhe që na motivojnë, po edhe si profile që kemi gjosa më shumë në poshtë. Unë këtë futbollin e Skocisë edhe Çekëve këta e ka luajtur një futboll shumë fizik, një futboll shumë të fortë, edhe është jashtëzakonisht shumë vështirë me mujt. Kështu që mos balet mendoj që e mujn Polonin që është atje, se sa Skocinë edhe Çekin, po. Mendoj unë që e mujn ma lehtë. Në aspektin e deshifrimit Mos u çudet se Polonia mund të na finale. Në rritën apetitet që përmashim. Venderizat i kanë menimet interesante. Unë mendoj që shumë racionale. Prej kësaj absolutisht nëse veç është vaza finale që nuk është momentalisht, nuk e du Shqipërinë për dy arsye. Një që du që të pak të njona me shku në kampionat. Si i bjen pak të njona me shku? Po si bjen, sepse ti e ki finale. Shpresoj që njona me shku e zdu me naro Shqipënia. Finale më letë me të ratë Shqipënia. Unë po flasë për semifinal. Nëse i ratë të full për qitë vazën që peshon qëtu për shkru në semifinal. Unë s'po du në gjusën finale me naro Shqipënia, sepse nuk po du që njona mu eliminu më njëherë edhe potencialisht e dyta mu eliminu më finale. Gjusë finale mu eliminu të dyjat. Nëse s'kina me zveti. Edhe se kena se prekon finale as njona. Po nisë në logjikën temë. Nuk po du në gjusën finale me posë Shqipërinë. Kisha dosht ma shumë me po në finale, sepse njona gjithçysh kish me shku. Në gjusën finale rrezikojnë as që as njona më të me shku. Njona bjen në gjusën finale, njona në finale. Kjo është logjika. Viçika kam qef me shku njona. Une kam qef për kësoj për 4 kundërshtarëve Çekin, sepse Çekia nëse ishit faru e arrin me mpush Çekin, pse s'mujna na me mpush Çekin. Pjesa tjetër është që në Çeki ka shumë shqiptar, edhe për shumë që në këto ndeshjet si musafir po koja zakonisht shumë tifozë edhe po na ndihmon edhe po na motivon. Jo s'muna me pas full në Skoci, se s'kena viza për me shku atje, s'ka shumë shqiptare. S'ka shumë shqiptarë si në Çeki. S'ka shumë shqiptarë si në Çeki. Se po një gjysë stadione e kena, valla. Ka shqiptarë shumë që jetojnë në Angli. Edhe mund që mendimi jam është Çekia është më e lehtë. Unë me Çekin. Unë me Skocisë po me jam. Vota jo dhe renditja finale. Çalzan për bolle drejt Suedingu beli. Shumë lehtë.
Shumë le Skocia mundet me na ikë me kësoj. E me isë vjen Danimarka, jo Danimarka, se janë direkt e kanë për vend parë. Me një pike. Një pike kanë diferencën. Mirë po për këta aktualen që për shohim tani, se cila pej tyne janë për ekipën tonë janë mundshme. Domethënë arrim me eliminu se cilën pej këtyne. Se cila vend dy. Çekin e kemi pas kundërshtarë dhe kemi poshtë në Prishtinë. Atje kemi humb, po që nuk ka qenë ashta. Edhe një loj luhet, po. Edhe mendoj që na jemi shumë krahasimin me bo prej Çekisë të athershme dhe të Kosovës të athershme, edhe të sotmës, na kena bo një progres më të madh se sa vet ata. Kështu që po shkoj te Çekia, kisha vdesht kundër Çekisë me lutë këndeshje. Se keni me lutë. Çekia, okay. Çekia. 4-3. Çekia. Po fiteshëm 3-4 po 4 me Çekin, 3 me Slovakin. Unë e thash Çekin, të pas parasysh që është në vend dytë, a kem vend dytë? Jo, skoçore pa kon vend dytë. Bravo, faleminderit. Po them me shakose, unë e di që janë vend dytë, është normale që janë vend dytë, këta se edhe na jena vend dytë. Po gjithsesi unë mendoj që Republika e Çekisë mundet më na jep pak një shpresë më të madhe që na mundna me kalu më malë. Do të jap 13 gola. Çfarë na foki kena na? A çfarë kisha pas Slovenia më realisht matematikisht duhet me poshtë veç 7-0, sepse nëse ne i shënojmë 7 dalim plus 8, nëse i shënojmë 7 minut 7, kjo del plus 5. Po jo, kjo matematikisht. Pi 13 me Romson. Jo 13 Po s'është ndeshje direkte, kur është ndeshje direkte. Qartë, bravo. I bjen i paksot, i shtohet edhe. Çka